shumë e bindur edhe shumë e sigurt se asnjë njeri nuk ndahet veç u quva me një mëngjes, mirë mëngjesi, hajde na po dahom. Domethënë kjo nuk ka mundësi, gjithmonë është më e thellë si procedurë. Mirë, po tjetra shka shumë po du me dhonë si mesazh që momentin që meshkujt kanë kalu në energjinë femnore e femrat në energjinë mashkullore pa dashje, se pikërisht meshkujt cilët janë në energjinë femrore, ata e kanë një rol taman sukur femën. Shembull, presin që gruaja në këtë rast mi bodhurat, edhe pse është etike se edhe gratë dohet me bodhurata, mirë po presin ma shumë që gruaja do me thonë me bo për burrin. Apo kuptan? Tashti, unë e thamë se kanë kalu ata në energjinë femrore 100%, edhe presin gjithmonë që gruaja me kon aja me marrë rullin, me punu, gruaja është aja që do të më kujdes për mirëmbajtjen e shtëpisë, gruaja është aja që do të më kujdes për fëmijët, edhe burri rren ta më nile si zojush. Në shumicën e rasteve nuk i përfshi, gjithmonë e thamë që nuk i përfshi krejt burrat. Unë e plas në raste specifike, edhe të veçanta. Edhe tashti shumë është interesant se për një me pa i thy ata meshkuj, mirë po du mi ofdhon si mesazh që duhet me qenë të vetëshëm. O vëllezër të mrekullueshëm. Punë me vetën. Pika e parë, gruaja është gru. E ka fal edhe i madhi Zot qenjen më të ndihshme. Gruaja është gru, siç e thojnë edhe në fenë tonë, që gruaja është sikur diamanti. Edhe në përgjithësi, nuk po dojna me thonë që burri nuk është sikur diamanti, edhe burrat janë diamanta, mirë po rullet ju lutna. Rulli i burrit është burr, edhe rulli i gruas është gru. Tashti një mashkull që nuk është në gjendje, një burr, një babë që nuk është në gjendje, mi marë përgjegjësit për fëmijët e vet, a janë bashk, a janë dam, nuk ka rëndësi, fëmija është i yti gjithmonë. Edhe momentin, për shembull, një mashkull, zonjush, piçujna, kështu, që e gjun komplet fëmijën e vet, ja gjun barrën grus ose ish grus, ai është një zonjush. Edhe kjo është mesazhi që kisha me thonë punoni me veten edhe balanconi energjit, se momentin që dominon energjia, si te femna, si te mashkulli, energjia, njëna energji dominon më shumë se tjetra, atëherë kalon në qatë gjini. Nëse tashti unë jam femën, se edhe unë e kam pas energjin mashkullore më shumë, se gjithmonë e kam pas rullin dyqysh si me kanë mashkull, i ku marrë përgjithësit krejt vet. Mirë, po tashti edhe vojzat e mia që ashtu njëjtë, më thonë se e kam po nonën që është në rullin e burrit më shumë, edhe tashti kanë vazhdu që ashtu. Mirë, po tashti ato janë të vetëshme bashkë me nonën e vet, që e kanë marrë, do më thonë, i kanë balancu energjit, edhe janë në energjin e barabartë. Se nuk banë më kanë as ma lartë, as ma poshtë, po i vynë balancem i energjisë, të dy energjit neve na vynë gjithmonë mi pas. Mirë, po do të me qenë ato të balancume. Edhe prapu lidhna do me thonë të puna, të kjo punë, se me të vërtet ja vlen. Ja vlen nuk është punë e lehtë që bëhet, mirë po gradualisht gjithçka është e mundur. Pse po e tham? Se ma mirë është me fillu dikur se kur heq. Do me thonë, ma mirë fillon sot, edhe ti ashtu kështu për çdo ditë po jeton në çato mënyra. Pse tana ankesat nuk po shkojnë martesat, nuk po funksionojnë martesat, po normal që nuk funksionojnë martesat, se momentin kur burri e merr rullin e grus, edhe gruaja rullin e burrit, aty qysh ka mundësi me jetu dy njerëz që nuk janë me energji të balancume. Edhe kjo është çështja pse shumica e partnerave në këtë sudit po ndahen. Se burrat në shumicë, apet në shumicë pa u prek meshkuj tjerë që janë tamam burra me dy rëja. Tamam burra me dy rëja. Që e ka përgjithësin, që e ka energjinë e balancume, edhe që i thot vetit burr në çdo aspekt. Nuk është burr ai që dhunon, nuk është burr ai që psiqikisht e dhunon gruan, nuk është burr. Kjo është gabim, kjo është mendësi e jonja, amo jo burrni. Burri që është burr
e din çka është gjinia femnore, e respekton, e mbështet, e mbron, edhe gjitha gjonat konsultohen bashk. Te burrat po flas, burra me 2 rrëja. Edhe tash në shumicën e raste, energjia për ju dominon, energjia femnore meshkujt, edhe jëm bë si zojushat. Prisin, vetëm gruaja më u pru, gruaja më bu punë të shtëpis, gruaja më kujdes për fëmin, gruaja më shku me punu, plus edhe rrugën me prunë shpe. Në shumicë, pra po tham në shumicë, jo të gjithë, po në shumicë. E shumë pak na kanë met burra në rrethin ton të shqiptarisë. Shumë pak. Unë shumë pak një për vetën teme në rreth, në shoqëni që janë burra tamam me 2 rrëja. Edhe ju falenderoj që më dëgjuat.